Pengeci ushqimi në fyt, pronari i restorantit në Turqi i shpëton jetën klientit me këtë manovër. Një burr përjetoi momente paniku në një restorant në Turqi, pasi një copë ushqimi ngeci në fyt teksa po hante doner kebab. Për fat të mirë, ndërhyrja e shpejtë e pronarit të restorantit i ka shpëtuar jetën. Ngjarja ndodhi në Reyhanli në provincën Hatay dhe u filmua nga kamerat e sigurisë së restorantit. Në pamjet e publikuara, burri shihet teksa është ulur në tavolinë me familjen e tij. Papritur, ai nis të ketë vështirësi në frymarrje, ndërsa gruaja dhe fëmijët e tij përpiqen ta ndihmojnë. Situata u bë kritike, por pronari i restorantit, Sami Sakin, e kuptoi menjëherë se klienti po mbytej dhe ndërhyri duke i aplikuar manovrën Heimlich. Pas disa përpjekjesh, Sakin arriti t'i lironte rrugët e frymarrjes dhe burri mundi të merrte frym sërish. Sipas mediave turke, biznesmeni kishte mësuar më herët se si kryhet kjo manovër gjatë kohës që ishte në shkollë. Kjo manovër më erdhi menjëherë në mendje, pas përpjekjes së tretë ose të katërt, arrita t'i liroja rrugët e frymarrjes dhe ai u kthye, ka treguar Sakin për ndërhyrjen që i shpëtoi jetën klientit të tij. Ngjarja përfundoi fatmirësisht pa pasoja të rënda, ndërsa pamjet e kamerave të sigurisë kanë treguar momente të tensionuara të ndërhyrjes.